Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër Tapur, ku ditën e sotme në këtë studio do të kemi një personazh mjaft interesant për faktin se ai pranon gabimet e veta dhe madje në publik ditën e sotme ka ardhur dhe të thot live dhe nuk ndodh për herë të parë në studion e emisionit tonë të pranojë dhe tradhtim bashkëtorë. Ai ndan gabimet e individit dhe të bashortit nga ajo të babait. Do të flasim pikërisht për çiftin Blerina dhe Endri, i cili ditën e sotme është me ne në studio për të folur që data 12 korrik i këtij viti ka qenë fatale për familjen e tij. Bashortja teksa ka mësuar për gabimet e të shoqit dhe ky i fundit i ka pranuar ato, ka marrë djalin 15 vjeçar dhe është larguar drejt Francës. Kush është historia e tyre, na njeh materiali përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Ervisa Lula dhe rikthehemi me 37 vjeçarin me vetë Endrin drejt për së drejti në këtë studio, i cili ka numëruar dhe orët pa të birin. 70 orë pa të birin e ka për të vinë në këtë studio dhe t'i bëj një apel live drejt për së drejti nga televizioni News 24. Ndiqni fillimisht materialin dhe rikthehemi jo vetëm me 37 vjeçarin, por edhe me panelin e profesionistëve tona. 16 vite e martes, 16 vite e dashuri, por gjithçka u ndërtua ashtu siç donte ai, bashkëshorti. Endri dhe Blerina janë prindërit e një djali adoleshent. Ashtu siç e donte tradita dhe bashkëshorti, Blerina u mbyll në shtëpi për vite të tëra martes. Ai ishte xheloz dhe nuk e linte të punonte, ndërsa vet pranon se bënte një jetë krejtësisht të pavarur. Rreth një vit më parë, ajo është informuar mbi një lidhje tjetër dashurie që Endri kishte, dhe kjo e ka tronditur. Pas debateve dhe konflikteve të shumta, ajo ka marrë djalin dhe është larguar drejt shtëpisë së prindërve të saj. Me mbështetjen e familjes, është paraqitur fillimisht në gjykat, ku ka marrë një urdhër mbrojtje, duke pretenduar se i shoqi ushtronte dhunë psikologjike ndaj saj. Më pas ka bërë një sër dokumentash dhe në fshehtësi të plot është nisur bashkë me të birin drejt Francës. Prej më se 2 javësh ndodhet atje, ndërsa Endri tronditur dhe i kapur në befasi, po bën gjithçka që djali të rikthehet tek ai. Pranon se ka bërë shumë gabime në jetë, por pavarësisht gjithçkaje, thot se ka qenë një baba shembullor. I biri është njeriu që do më shumë në këtë botë dhe nuk do të mundej kurrësesi të përballonte ndarjen prej tij. Kërkon të ushtrojë autoritetin e tij si baba, ka qenë një shembull i mirë për djalin, megjithatë gabimet do t'i pranojë në publik. I ka pranuar përballë Blerinës, i kërkon falje ditën e sotme, kërkon të rikthehet në Shqipëri për të bërë divorcin, do pranojë gjithçka që Blerina do, po vetëm djalin të mos ja marr. Ai është vetëm 15 vjeç djali i tyre dhe është larguar me tjomën me datën 12 korrik, rreth orës 10:15 minuta në pikën kufitare të Muriqanit. Zonja ka vendosur ndoshta të kaloj pushimet pranë familjes së saj në Francë dhe ndoshta nuk ka as pak për qëllim të largohet apo të largojë të birin ndaj babait. Ti pranosh në publik të gjitha gabimet, është ky 37 vjeçar ditën e sotme, i cili do japi një leksion për gjithë ata që po ndjekin në transmetim të drejt për drejt. Të pranosh gabimet do të thotë të jesh njerëzor dhe të kërkosh falje do të thotë jetë ynore. Me mua në studio është Endri, 37 vjeç, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Ndoshta e vështirë për faktin se ka vetëm 70 orë, thoni ju, që djali është larguar me tjomën. Megjithatë, 70 orë kam pa e dëgjuar. Pa e dëgjuar, 70 orë pa e dëgjuar zërin e tij, apo jo? Ke pasur mundësi të komunikosh me djalin shumë pak? Shumë të pak. Dhe komunikimi mes jush ishte jashtë për pak në fund të bisedës. Gjithsesi ne do flasim hapasapi, Endri, për këtë martesë tënden, se si mund ta pranosh edhe në publik tradhtim bashkëtorë, të gjitha gabimet që ke bërë ndaj Blerinës, ndoshta ajo po i dëgjon për herë të parë apo ja ke pranuar ndoshta dhe ballë për ballë asaj, por gjithsesi kjo nuk të bën ty tashmë që ti jesh një baba jo shembullor për djalin. Ti thua jam një baba i mirë dhe nuk ka të drejtë askush të ma marr. Është e vërtetë kjo? Është shumë e vërtetë. Mirë, do flasim hapasapi për historinë tënde, nuk është hera e parë në publik të pranohet tradhtia bashkëtorë dhe shumë mirë bëni që e pranoni tradhtin kur kjo ka ndodhur, sepse ka edhe persona të tjerë të cilët e kryejnë tradhtin dhe nuk e pranojnë. Dhe kjo nuk i bën më të fortë se sa ty, apo ty bën më të fortë se sa personat e tjerë. Përballë teje është zonja Nixhi Piqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Aurela Galliu, psikologe, përshëndetje, mirë se erdha. Mirë se ju gjej. Dua të marr një mendim paraprak vetëm të asaj Majsa Azizbergut
që kemi zbuluar nëpërmjet kronikës së përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Ervisa Lula. Të pranosh në publik gabimet e tua, për ty si avokate, çfarë do të thotë? Para që çdo njeri duhet jetë i vetëdijshëm për gjërat që bën në jetë. Në kuptimin që ka një vetëdije, ka një ndërgjegjësim, ka si thuash një analizë në vetën e vetë përpara se të bëj një veprim. Njerëz të ndryshëm nuk e kanë këtë gjë. Rrëmbehen shumë pas pasionit, rrëmbehen pas momentit, vlerësojnë kënaqësinë e momentit, vlerësojnë si thuash që ti je në një moment, një çast euforik, lumturi e tjerë, por dhe nuk shkojnë aq gjatë sa të mendojnë se çfarë sjell kjo pasojë ndoshta pas një viti, pas 10 vjetësh, pas 15 vjetësh. Unë çmoj dhe vlerësoj që, si thuash, reflekton në këto moment për të pranuar që ka bërë gabim. Dhe kjo është, si thuash, gjysma e vetë ndërgjegjësimit të Endrit që kemi këtu përballë. Por njëkohësisht Endri deri sot nuk ka menduar shumë që çfarë i ka sjellë një gruaje në rastet kur ai nuk e ka respektuar dashurinë që ajo i jepte jo vetëm bashortit, po dhe djalit që ka arritur ka bërë 15 vjeç. Në këto momente nëse Endri, ashtu siç ju drejtua studios emisionit Me zemër të hapur ditën e sotme, mund t'i drejtojë gjykatës. Kush ishte vlerësimi që do jepte gjykata pikërisht për Endrin si individ, ku do pranohej tradhtia bashortore, gabimet ndaj bashortes dhe çfarë roli do t'i jepte Endrit si baba, kur nëna i ka marrë në mënyrë të paligjshme, sepse Endri nuk ka firmosur, nuk ka miratuar asnjë largim të birit 15 vjeçar nga Shqipëria, qoftë edhe për pushime. Duhet të pranojmë që Shqipëria ka ndryshuar. Fenomenet të tilla tani janë prezente në Shqipëri, edhe nuk duhet ngjallin as pak frikë, përkundrazi, duhet të ndërgjegjësojnë qytetarët e këtij vendi që duhet bëjnë hapa të duara në mënyrë që pasojat të janë sa më të pakta, sa më pak të dëmshme në jetën e vetë personit, në jetën e bashortës dhe sidomos në jetën e fëmijës. Gjykata dhe legjislacioni shqiptar nuk ndan fajsi, nëse insiston një nga ish bashortët kërkojë se është fajtor, tjetri që po zgjidhet kjo martesa mirë, nëse nuk e kërkon në kërkesë padin që bën për zgjidhje martese, gjykata nuk merret me fajsinë. Që do thotë, jo se nuk është e rëndësishme fajësia. Fajësia është e rëndësishme në kuptimin moral, në kuptimin që cili qesh shkaktari midis ne të dyve, kur janë dy bashkët, që u prish kjo martesë. Por ajo që është më e rëndësishme, kjo është, si thua, fundi i botës. Deri këtu shkojnë dhe do dorëzohej në gjykatë që do thoshte siç po thot në këtë studio jam unë fajtori. Çfarë ndodh në këtë rast? Po, deri në këtë moment, domethënë e bën më shumë se sa bëjnë të tjerët. Domethënë që pranon, po, unë jam shkaktar. Do gjykatës apo më të lehtë gjykatës? Gjykatës do merret fare, nëse kërkon bashortja se fajësia është pikërisht e Endrit, atëherë po, duhet argumentuar përpara gjykatës me prova që pikërisht ai janë fajtori. Kur e pranon vetë Endri, atëherë është shumë e lehtë kjo gjë. Edhe mund të shkruhet dhe vendimi gjyqësor. Cili është problemi? Problemi është tani i fëmijës. Fëmija ka këta dy prindër. Do ta penalizojë kjo jetë e Endrit pikërisht marrëdhëniet me të birin dhe gjykata, duke qenë se Endri do pranojë edhe sot në këtë studio dhe përballë gjykatës që është ai fajtori që ka prishur institucionin më të rëndësishëm që është familja, do ta penalizojë sadopak në marrëdhënie me të birin? Shiko, këto fakti që largohet pa njoftuar baban e fëmijës, fakti që siguron ndoshta edhe një vërtetim fals për të kaluar kufirin. Këto janë manovra që bëjnë shqiptarët, qoftë femra dhe meshkujt, si thua për ta braktisur bashortin tjetër për t'i dhënë gjoja një mësim. Nuk është as pak e rregullt. Nuk je ti që ndëshkon Endri, nuk je ti gruaja. Jo, gjykata do të caktojë se sa ditë do ri me baban, sa kohë do ri me nënën, kush do kujdeset për të, cili është pensioni ushqimor, nuk gjykon ti tani. Ti ke vetëm të drejtën, të drejtohesh tek gjykata të thuash, unë do zgjidh martesën dhe jeni ju pikërisht gjykata, atë që ka caktuar shteti si domethënë institucion, që do të caktoni sa ditë do ri ke mua, ke nëna dhe sa ditë do shkoj do ri ke babai. Sa herë do të takojnë javë, sa herë do shkoj me pushime tek babai, në dimër, në verë e tjerë. Këto zgjidhje janë zgjidhje ligjore dhe këto tregojnë dhe një personalitet. Nuk do të ndikoj. Unë do doja të kaloja tek psikologja, tek Aurela jon për të kuptuar diçka më tepër. A duhet ta ndaj gjykata pikërisht rolin e bashortit nga roli i babait? A mundet një individ
kur nuk është ajo figura bashkëshortore e mirë në familje, i cili tradhton nënën e djalit 15 vjeçar që ka bërë shumë gabime në jetën e tij. Mund të jetë një baba shëmbullor, por që Blerina nga ana tjetër mendon se nuk është modeli më i mirë i mundshëm për djalin? Atëherë, vërtet e vist, ne përballemi shpesh me raste të divorceve të natyrave të ndryshme, sigurisht me shkaqe dhe pasoja të ndryshme, asnjëherë nuk janë të njëjta. Por unë dëshiroj të jem objektive në vlerësimin që do të kryej dhe më pëlqen shumë transparenca. Rasti i Endrit sot, unë Endrin e shikoj së pari në 3 role. Është një individ i një shoqërie, së dyti një bashkëshort dhe treta një baba. Në të treja këto role që Endri ka, unë kam nga një vlerësim specifik. Përsa i përket kauzës më të rëndësishme, që është pjesë e një familje, si një bashkëshort, do doja të ndalesha pikërisht në këtë pjesë. Tradhtia juaj, krijimi i një marrëdhënie jashtë martese, është ka qenë diçka lidhur ndoshta me një emocion tuaj apo një vendim i mirë menduar nga ana juaj, kjo nuk ka shumë rëndësi për ne. Dëmin ju e njihni dhe jeni bërë me dije për pasojat që ka shkaktuar ky veprimi juaj në martesë, çka po sjell edhe një kërkesë për divorc nga bashkëshortja juaj. Ajo çfarë mua më shqetëson në këtë rast është veprimi i zonjës në fjalë ku pa të drejtë dhe pa e pyetur Endrin si bashkëshort dhe si baba, ka marrë veprimin të largohet së bashku me djalin në mohim të gjithë rregullave morale, qytetare dhe njerëzore. Dhe në këtë rast, unë do të jap të drejtë Endrit, i cili sot është në këtë studio me një guxim shumë të madh dhe për t'u admiruar, ku vjen me një transparencë të madhe nga ana vet për t'i pranuar gabimet që ka pasur në këtë marrëdhënie, të cilat i takojnë vetëm atij, dhe ne jemi këtu për të bërë një analizë të veprimeve që e kanë sjell këtë çështje dhe këtë situatë deri në këtë pikë. Unë jam pro Endrit në kërkimin e së drejtës, por sigurisht nuk do të anashkaloja absolutisht edhe momentin e rebelimit të zonjës në fjalë, ku e përballur në një situatë të tillë ka qenë e rebeluar dhe ka ndërmarrë një veprim jo korrekt për të cilën dhe ajo e ka një justifikim moral, por jo një justifikim ligjor. Pra, ka justifikimin moral dhe jo ato ligjor, për cilën ne do flasim hapasapi, ju në aspektin moral dhe në aspektin ligjor, avokatja zonja Nexhi Beqiri, por fillimisht dua të ndaloj tek Endri. Bëm një analizë të detajuar të kërkoj ndjesë në bazë të provave dhe fakteve që ju vetë keni sjellë në këtë studio, të njanshme ndoshta sepse unë ndiqem edhe nga Blerina, atje ku ajo ka vendosur të shkojë me djalin, qoftë për pushime, qoftë për gjithmonë, është e drejta e saj të shkojë gjithandej, megjithatë duhet që ky vendim për vajtjen e saj së bashku me djalin duhet ishte marrë një mendim dhe për këtë jam absolutisht dakord me dy të ftuarat, por që ty të paktën të menaxhuan emocionet përpara se të hynim në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Endri, do flasim me zemër të hapur ditën e sotme, ke vendosur përfundimisht je në këtë studio me mua dhe nuk është hera e parë që tradhtit bashkëshortore tani janë bërë pjesë e diskutimit të kësaj studio dhe këtij televizioni. Megjithatë, thash duhet guxim, duhet kurajo të pranosh me vetveten, t'ia pranosh bashkëshortes, por t'ia pranosh edhe publikut. Endri, si e njohur ti me Blerinën përpara 16 vitesh? Çfarë do kujtoje? Me shkësi. Ajo ka pasjetuar te tezja vet. Po. Tezja është nusja dalës tim. Unë kam pasjetuar ngreqësi me gjithë familje. Po. E pash, çova njerëz, u fejom, ishim të vegjël. Kaq. Ndërmjetëse Daja. Po, ka qenë pikërisht personi që ju ka nga të dyja anët e saj. Dhe tezja është nusja dalës tënd. Por pëlqimi ka qenë i joti, e përzjodhe ti Blerinën mes shumë vajzave apo jo? Normal, po. Ti ishe emigrant me familjen në Greqi, ndërkohë besoj se kishe pasur edhe eksperiencat përpara se të zgjidhje Blerinën. Pse Blerinën? Pse ja vore gishtin Blerinës? Çfarë të bëri përshtypje tek Blerina për ta pasur partneren e jetës? Thjesht, mu duk vajza mirë, sjellshme. Ishte ardhë nga fshati për të bërë shkollën Milot, ke tezja vetë edhe ke daja im. Pëlqeu dhe. Thash dajsh edhe nënës e babës se duk te vajzë. Ti e përzjodhe në fakt Blerinën mes shumë vajzave, por mund të më thuash pak si u përgjigj Blerina kësaj dashurie që ti kishe, sepse të kërkosh ndihmën e nusës Dajës dhe tezës Blerinës është mos e normale për të arritur Blerinën. Ka qenë dakord. Ishte dakord? Po. Pra, mund të themi që ato thjesht bën njojën tuaj, por keni qenë ju mes njëri tjetrit që keni pas pëlqimin. Çfarë ndodhi në këto 16 vite martesë? Si ishte martesa juaj? E vështirë ka qenë. Pse?
Më shumë vite të vështirë. Pse? Pse ka qenë e vështirë? Po, gjithmonë kam pas probleme. Jo me bashkëshortën, po dhe probleme në familje, me vëllezërit, se kena vujt shumë një jetë, më shumë me emigrim. Po. Jena gjithë jetën në emigrim. Gjatë kohës që u martove me Blerinën, emigrove? Kam emigruar, po jo shumë. Tani kam në 2000, s'maj me në fix vitin, qa viti kam ik dhe me Blerinë kam jetu 6 vite në Greqi. Po. Me gjithë djali ka po shkollë në Greqi 6 vite. Po kena qenë pa dokumenta. Po. Si kena qenë të njekë për nga shteti, si me kone Enver Hoxhës, si me çdo lloj sistemi. Pra në çdo lloj sistemi... Kena qenë për herë përsekutuar si familje. Po. Po ndaj Blerinës, unë jam shumë vite jam sjell mirë, kam bërë si çdo mashkull gabime, po tani kohët e fundit e prisham. Po. Edhe e pranon në publik. Mirë, do doja ndaloja pak, ti ke pasur një jetë me Blerinën dhe me djalin edhe në Shqipëri edhe në Greqi. Shumë vite kanë qenë të lumtura, thoni ju. Mund të më kujtosh në ndonjë moment që ty të kam mbetur në mendje një periudhë e artë për ty edhe për Blerinën? Momentet janë shumë të bukura dhe të këqija. Pra këto 16 vite mund të ndadhesh baraz midis lumturisë dhe momenteve jo të lumtura. Ka dash shumë. Ndoshta këto momente, edhe këto ditë që është largu, më ka harru dhe më ka fshisë, dëgjosh gjithë të gjona, është normali për një femër që të harroj mashkull. Jo burë me qenë, po me qenë dhe zoti. Thash, fajtorja mund, po jo që të mboja të gjonë dhe i fëmis. Unë s'ka marrë ti dëshkoj Blerinën. Ka marrë vetëm sepse fëmin ma kanë pezullu nga telefoni, nga Facebooku, nga çdo gjë. Ndoshta nuk është shkaktare Blerina, po mund t'jenë njerëzit e saj, 2 tezet e saj që janë në Francë, edhe daja djalit. Po nuk mendon që djali 15 vjeçar në momentin kur ka mësuar shumë gabimet të babait, mënyrën se si është trajtuar nëna e tij. Është adoleshent edhe ka rreguar ai ashtu. Djalin mu ma ka rrit nona dhe baba dhe motra ime. Mi fjalë, nona ime është gjyshja vet, është si ka bërë gjithçka për fëmin tim. Po. Edhe ka një mu dhe Blerinën për largimin. Po ishe Blerina do më pezulloj djali mu, nona ime ka di që do largohet djali, që do ik një ditë, po ka ik pa tregu fare. Edhe unë s'kam di gjatë se ka nxjerrë pasaporta. As i lloj gjë në botë. Unë kam shku dhe dytë, po para ndjenjet e mia si shkova në komisariat, si lexova një mesazh në Facebook në djalit, kishte shkruajtur me shokun e vet që po na merr daja, po na rrotullos dokumente, unë nisën në orën 9. Po na kthyn, do nisemi prapë. Në atë moment jam drejtuar policisë. Po. Jam drejtuar ditë dhe më thonë që jo nuk ka shans të largohet pa prokurën tëndër. Okej, thash, je sigurt po. Po. Do ndalojmë tek momenti fundit pse u rebelua Blerina. Me sa duket u ndoqa me vëmendje materialin e përgatitur nga kolegja. Unë jam shoqëru ku deklaronte që ju Blerinën gjatë viteve të martesës e keni mbyllur brenda shtëpisë. Pra, nuk ka bërë një jetë të lirë Blerina. Edhe këtë e pranon. Po e pranon gjithçka. Mos ishte një vetë besimi i tepruar duke menduar që ta mbyllësh brenda 4 mureve, mendoj që Blerinën e kam dhe mund të bëj çfarë dua me jetën time jashtë kësaj shtëpie. E ke menduar këtë? E kam menduar shumë herë. Aty ku mendove që kishe të sigurt Blerinën aty? As se kam besuar që do hik pa më thonë. Çfarë ndodhi midis jush? Momenti i fundit. Unë kam qenë i lidhur deri para një viti me një vajzë. Po më shumë shoqëri se sa tani mund ka një lidhje me dikë tjetër ose ka ngel është shtatzan, edhe ato dyshimet ndaj gjithë njerëzve janë që është me mua shtatzan. Po. Po ajo gjë s'nos, më qen kam djalin 15 vjeç, më qen do kisha bërë fëmijë tjetër me Blerinën. Po. Këtë gjë e deklaroj publikisht, ka dënë, ka mjek, ka çdo gjë që mund të verifikoj që nuk kam fëmijë tjetër përveç Eglit. Po. Endri, se shumë e vështirë këj moment dhe do doja të ndaloja edhe në një moment. Ne kam shkujt dhe dajës tim Facebook dhe kushrive të Blerinës, si kam quna daje, ajo ka quna tezje. Thej që gjatë këtyre 16 viteve kam bërë shumë herë gabima. Shumë, të pafalshme. Kjo nuk është të pafalshme. Po. Kjo nuk është hera e parë që ti e trathon Blerinën, apo jo? Ta ka falur disa herë. Ma ka falë shumë herë. Ndoshta nuk ka pasur... Edhe më ka duru dhe më ka da shumë, për në gjithë shka. Shkaku se bebi ka qenë që fëmija e ka lidhat e të më duroj ndoshta s'më ka dashur, po fëmija ka majtë aty.
Pak më përpara them me personin me cilin ke një vit shoqëri, kam qenë një vit I lidhur, po më tepër shoqëri. Ke 3-4 vite. Po, edhe flas me te, ashtu, po jo që kam unë fëmijë me te. Ka qenë një lidhje konstante 3-4 vjeçare. Po jo me ju. Jo, kur më botë. Si e mori vesh të Blerina lidhjen e fundit, rrethin e fundit, por që madje dhe zonja mund t'jetë kam qenë shoqëru shumë me. I shoqëru dhe më fush kruj, kam pas dalë qytetin time në çdo vend. Po pse ja bëje këtë gjë Blerinas? Se nuk ja bëje vetëm Blerinës, ja bëje edhe djalit. Unë ja kam bëu vetes pikë spore. Jo, ashtu është. Pastaj Blerinës, e pastaj më shumë djalit. Pse ekspozoheshe? Ti mirë që tradhoje, po pse ekspozoheshe në këtë lloj mënyre? Nuk e mendoje kur të ktheheshe në darkë në shtëpi si do ndjej Blerina, ku gjithë vendi juaj diskutonte se është edhe një vend I vogël nga ti vjen. Gabime thashë janë gjithat mjetë. Si të priste Blerina? Kur gjithë qyteza juaj zjente nga tradhtia që ti bëje dhe dalja kaq hapur në publik. Si çdo femër me lot. E mërzitur. Mundoheshe ta qetësoje? U mundosha, po. Ti ndjeje apo ndjen diçka për Blerinën? Po normal, edhe pas ndjej për Blerinën, ndjej se është nëna fëmijës tim. Po pse e mbaje të lidhur mbas vetes? Pse nuk I thoje që ndjenjat tuaja ishin konsumuar dhe ajo të shikonte jetën e saj? Dhe ti të ndaheshe me mirë kuptim dhe ajo të mos ndjeje tradhtuar. Ja kam kërkuar dhe këtë gjë para se ikni. I kam thonë ti jap me firma dhe ndrysh çdo gjë, hajde bëjmë divorcin e krejt. Ajo ngut, edhe ndihmën e nënës time ka pas, edhe të prindëve të mi, se e kam dashur shumë se për Blerinën ka opinion shumë të mirë gjithë qyteti. Edhe lagje. Sepse është edhe për të vlerësuar, është. Për mua nuk ka opinion të mirë asnjëri, por kur për Blerinën po. Unë e pranoj vetë. E pranon vetë. Po. Askush nuk ka opinion të mirë për ty. Jo, nuk ka, se normalisht po mos sjellësh mirë, s'ka opinion të mirë. Dhe për Blerinën të gjithë kanë. Mendon se e do akoma Blerinën? Mendon se e do akoma Blerinën? Ke ndjenja për të? E du dhe më do. Po gjithçka janë, po. I sigurt. Se unë e kam lëndu, ka shumë vite kam lëndu një jetë. Mërzit. Edhe ka vujtë shumë familjen tim, se unë kam pas shumë fatkeqësi në familje. Me vlezërit e me gjona tjerë. Ka duru çdo gjë në familjen tim edhe kur s'ka... Endri, ti vendose të mos dalësh me portretin tënd tek publiku. Po. E fshe portretin tënd, por unë do doja në qoftë se Blerina më ndiqte, të kam ballë për ballë dhe të shikoj që her pas here kur flet për Blerinën, për nënën e djalit tënd, të mbushen syt me lot. Nuk e ke pas as pak të lehtë të vish në publik, apo jo? Normal. Megjithatë justifikon veprimin e Blerinës, ndoshta kjo ishte rebelimi, kjo ishte rrugësillja e vetme. Blerina po të ishte këtu në Shqipëri, edhe po mos kishte kontakt me njerëzve, me dy tezët e vet edhe me vllajën e vet. Do ishte Blerina ndryshe, po kur është ndoshta ju ka duk Franca parajs. Unë kam një jetë si brethshysh 90, në klasë 3, unë 3 klasë kam. Dhe kam shumë eksperiencë me jetë edhe pavarësisht se jam pa shkollë. Blerinën ndoshta ose djalin që ma kanë, më shumë me kam ke djali, që ma kanë kthyer në atë mënyrë si përgjigjet nënës time dhe motrës time, që ja kanë rrit vetë dhe babës tim, që s'ka bëj telefonata çdo gjë, ato janë fajtor njerëzit e saj. Jo Blerina, as djali. Endri, mua më vjen mirë që ti pranon gjithçka në publik, pranon gabimet e tua dhe kjo është një qytetari shumë e madhe që nuk e bën çdo kush. Por për të gjetur fajtorin, se kush është fajtori, asnjëherë nuk i bën një analizë të thjeshtë. Djali është 15 vjeç, është zbuluar e gjithë e vërteta, ka pasur përpara syve jetën e nënës, e cila është tradhuar mbi miliona herë që thua ti në këtë studio. Madje ka mësuar që nga lidhja jote e fundit mund të bëhet edhe me një vëlla dhe me një motor, pavarësisht se nuk është e vërtetë. Se nuk kupton që djali e ka një lloj rebelizmi dhe ndoshta është Blerina që po ndjek djalin, i cili është vetëm 15 vjeç. Pse e gjem fajtor që mund të jenë njerëzit e Blerinës? Njerëzit e Blerinës kanë shumë të drejtë për ta marrë Blerinën dhe për t'i thënë asaj stop, sepse ajo është 33 vjeçë sot. Si kanë të drejtë? Kanë të drejtë të marrin fëmin mu? Jo të marrin fëmin ty, të marrin Blerinën dhe t'i thonë të shikoj jetën e saj. Edhe t'i thonë fëmijës tim. Po ndoshta nuk do djali, Endri nuk do djali. Flasën Skype, kur tezja vetë dëgjohet, po flisnin jo më larg se para 3 ditësh. Në orën 8 po flisë isha me gjithë nënën time dhe motrën time, por gjithë s'ka me djali, i tha tezja e Blerinës, i thot djali që thuj babit të harroj. Çfarë lloj drejtë është kjo? Unë thash gabimet janë të mia, po jo se kanë drejtë ato të më largojnë fëmin mu.
që tezja është shprehur kështu dhe ju e keni dëgjuar tezja këtu ka bërë gabim, por që mund të jenë vendimet e djalit, i cili mos harro është vetëm 15 vjeç. Është momenti i shpërthimit të tij. Kam dhe mesazhet e Blerinës të shkruajtura në telefon, që thot tërheq denoncimin, sa të arrisim do të marrim aty se sjetojmë dot pa aty, kam zgjedh çka. A kupton ato? Nëse kanë qenë thjesht një mashtrim për të arritur dhe për mos t'i penguar policia, ose thjesht Blerinën e kanë punuar njerëzit e vet, o me ne ose me Endrin. Po pse nuk është ky momenti që familjarët e Blerinës me të vërtet duke parë të dyzuar Blerinën, t'i thonin o me ne, o me Endrin, o me jetën e vështirë, o me një jetë? Shumë i bindës, unë njoh Blerinën, mirë se Blerina ka rrit vetën, ka marrë 15 vjeçë. Po. Edhe njoh dhe familjarët e Blerinës shumë mirë. Njoh dhe vetën shumë mirë. Ajo ka gjithçka, ndoshta mund të ketë xhelozi ose inati gjithçka, po ato e kanë detyruar në të lloj faze, se po do zgjedhësh njërin në rrugë. Mirë, ndoshta për t'i hapur sytë, Endri, por gjithsesi nuk jemi këtu për të gjykuar absolutisht askënd. Vetëm dua të them diçka që djalin e keni në një fazë shumë të vështirë. Mund të jetë edhe vendimi i djalit për të mos komunikuar me ty për shkak se ndjeti lënduar nga gabimet e tua. Më the pak më përpara që ke bërë denoncimin për largimin në këtë lloj mënyre të Blerinës, e cila ka kërkuar të tërheqësh denoncimin. Do t'i mësojmë pas pak me detaje pjesë të kësaj të këtij momenti, por fillimisht një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri me duke shpresuar që na ndjek edhe Blerina dhe të bëhet edhe ajo pjesë e këtij ballafaqimi drejt për së drejti në këtë studio. Ka vënë zemrën në dorë Endri dhe i kërkon falje Blerinës, mund të divorcohet, ka pranuar gabimet dhe tradhtitë e tij në publik, kërkon që nëse Blerina kërkon të ndahet nga ai është i gatshëm të japi divorcin, vetëm me djalin duhet të kenë bashkëpunim. Ndjekim publicitet. Mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Të ftuar në studio kam Endrin, 37 vjeçarin, i cili po tregon problematikën në jetën e tij 16 vjeçare martuar me Blerinën. Nga kjo martesë është një djalë 15 vjeçar, i cili me datën 12 korrik, rreth orës 10:15 minuta ka ngaluar pikën kufitare të Muriqanit duke u larguar drejt Francës. Ndërkohë që përpara disa ditësh babai i djalit 15 vjeçar ka bërë një denoncim në policinë e vendit nga vjen çifti në fjalë, duke kallëzuar penalisht tashmë të shoqen, jo vetëm për marrjen e djalit në mënyrë të padrejtë, por edhe për falsifikim dokumentash, sepse zonja ka dhënë një prokur ku nuk rezulton të jetë firma e Endrit. Kështu pretendon Endri, ne po mundohemi të lidhemi me gjithë pjesëtarët e familjes së Blerinës. Ai në këtë studio ka treguar dhe ka pranuar të gjitha gabimet, tradhtitë bashkëtorë, problemet e tij si individ në shoqëri, problemet e tij si bashkëshort ndaj bashkëshortes, por ai pretendon se ka pasur një marrëdhënie të mrekullueshme me djalin, pretendon se është një baba i mirë, edhe pse shembulli brenda familjes, duke qenë se nuk është një bashkëshort i mirë përkundrejt nënës së djalit, ndoshta djali këtu ka gjetur mënyrën dhe ka 70 orë pa komunikuar me babain për ta ndëshkuar këtë të fundit. Për t'i thonë prano gabimet e tua, sepse duke ndëshkuar nënën time, më ke ndëshkuar në një farë mënyrë edhe mua, por Endri me mua në këtë studio nuk e pranon këtë gjë, duke menduar se djali 15 vjeç është ndikuar nga pjesëtarët e familjes së nënës së tij, i cili është bashkuar së fundmi në shtetin francez. Ndërkohë që ajo që është më interesante në historinë e këtij 37 vjeçari është pikërisht që ka qenë nëna e këtij të fundit që ka ndihmuar nusën e djalit për t'u larguar së bashku me nipin e saj, duke rritur vetë nipin drejt shtetit francez, duke mos i treguar asgjë djalit. E ke pyetur ndonjëherë nënën tënde Endri pse veproi në këtë lloj mënyre? E kam pyetur. Gashi Blerina se nëna mund kam një modër. Edhe nëna ime si ka ndasë njerë njëna me tjetër. Blerina kur s'ka dhonë shkak që nëna ime mos sillte ose baba ime ose vëllezërit e mi, që kam një vëlla 12 vjet pa e pas e kam Burg në Itali. Edhe tjetër e kam Gjermani të largu. Gjithë përveç familjes time dhe fisi im dhe krejt lagja kanë respekt për Blerinën. Si s'ta thash dashpar, po nëna ime ka qenë shumë e lidhur dhe baba im me Blerinën. Edhe kanë ndihmuar si vajzën e vet, jo si nusën e djalit. Ato më kanë hull poshtë, mu ka shkuar dhe kur është bërë kjo padia, urdhri mbrojtjes Blerinës, ka shkuar nëna ime ka deklaruar vet. Do ndalem pak e urdhri mbrojtjes, çfarë ndodhi? Për te gabimeve që ke, ti ngrije dorë mbi Blerinën, e ke dhunuar atë? Jo, vetëm psikologjisk. Me fjalë, debate, si çdo xhelozia mes të gjëra, më thash, edhe normalisht. Po Indre, pse ishe xheloz ti për Blerinën? Ajo rrinte 24 orë brenda me nënën. Blerina ndaj meje. Po me të drejtë ishte Blerina. Po, normal se me të drejtë.
Ti nuk e pranoje Ka qenë ajo nona ime dhe baba im që kanë morë policinë, që ti japin Blerinës urdhën mbrojtje, largohu nga shtëpia. E i kam thonë dhe këtë gjë, largohu nga shtëpia, rrit ti. Jeto me djalin tu, jam nisë për dhe. Në atë ditë që jam nisur është largu e ka ikë për shpinë vetë për atje ku jeto prindet e saj. Edhe ka qysh me dalë shtatun me s'kam pas asnjë kontakti me Blerinë. Ajo që më bëri përshtypje është që gjatë hapësirës publicitare, shpeshherë jo në fokusin e kamerave, personazhet kanë më të lehtë për treguar nga jeta e tyre dhe na bëri përshtypje së bashku me avokaten edhe me psikologën mënyra se si ke reaguar ti kur ke bërë një denoncim ndaj Blerinës. Unë e kuptoj që ti Blerinën e do, ende. Edhe ma pohove këtë gjë gjatë hapësirës publicitare, po pse e tradhtoje këtë gjë nuk arrit ta kuptoj. Ende në qoftë se Blerina do të pranoj edhe një herë të rikthehet me ty, ti je i gatshëm, ti hapësh dyert, apo jo? Po. Por pa tradhti. Normal që pa tradhti. Pa dhunë. Se dhuna verbale ndonjëherë. Me tradhti ishim ne, po ti ishte për të vërtetë me tradhti s'vi këtu. Blerina ta ka falur shumë herë tradhtin, kësaj radhe nuk ta fali me idenë që njerëzit flisin që zonja në fjalë kishte një fëmijë me ty, gjë që ti e mohon, apo jo? Po. Me zonjën në fjalë me cilën ke pasur një marrëdhënie para 3-4 vitesh, vitin e fundit thua që kishim thjesht një marrëdhënie shoqërore. Po. Kjo është e vërtetë apo jo? Po. Po pse nuk e besonte Blerina këtë gjë? Se besoj. U bona shumë publike në qytetin tim edhe. Në qytetin tënd bëre shumë publike. Po. Nga që ishim më shumë si shok. Me këtë vajzën e kuptoj. Po je që të më ndikoj kundrejt familjes keq ose të më thotë bo këtë gjë, bo kur na jem botës. Çdo faj është ime, e kuptoj. Blerina ose familja Blerinës, ose familja ime mund të thonë që fajti ka jo, as ajo s'ka faj. Fajt janë gjithat mijat. Në të gjithë të historitë ajo është qenë shumë mirë me mu, kemi kalu, kena pas marrëdhënie, e pranoj. Po jo që kemi fëmijë, edhe ka të ndikoj kjo ndaj më ka bot dëmë kjo në familjen time, kur më bot, ose të thotë le nusën, le djallin, pas jem bot s'ma ka thonë. Ka pranuar shu se qeti? Po. Po mirë, gjithmonë flasim për Blerinën, për familjen tënde dhe asnjëherë nuk e përmendim djalin, për faktin që sa e përmendim emrin e tij ti emocionohesh. Por në gjithë këto gabimet e tua, Endri, në gjithë këto probleme familjare që ti ke, në gjithë këto diskutime që djali ishte 15 vjeç dhe shikonte babain për krahun me një të dashur dhe i vinte keq për nënën. Momenti kur ai mësoi që kjo grua me cilën ti tradhtoje nënën e tij mund të ishte shtatzan me babain e tij. E ke menduar ndonjëherë, ke folur ndonjëherë me djalin për këto momente? Ai ku ishte në gjithë këtë histori? Djali ka shumë i mërzit, se edhe djali ka ditë. Edhe djali ka ditur. Çfarë ka thonë? Ka ndëshkuar? Po. Çfarë ka thënë? Nuk e jashtë. S'mund të shprem dot. S'kam koment. Kështu silleshe, e pranoje në sy të djalit? Po në sy të djalit normalisht. Çfarë i thoje? Jo, se është normal që të pranosh, se se kam. Po. E mohoje, po. E mohoje? Përballë djalit ishe i dobët, nuk e pohoje. Po mirë, djali mund të na ndjeki sot. Dhe të thotë, babi unë kam pyetur në sy, ballë për ballë si burri burrit, edhe pse ai është 15 vjeç. Dhe ti ma ke mohuar një gjë të tillë. Dalësh në publike dhe ta thuash tani, si do ndihet djali? E ke menduar këtë gjë? Prandaj thash, ndoshta është vendimi i djalit për mos komunikuar me ty, po të ndëshkon. S'është i djalit kur në botë. Unë kam dhe mesazhet e djalit që më shkruaj. Çfarë thot djali në ato mesazhe? Nuk mund flas këtu, ku më po flisan në Viber me ta, nuk më në hap kamerën se kam njerëz. Ndoshta se lejon njerëzit, ta kuptoj. Se unë një natë bisedë që kisha para 4 ditësh ose 5 ditësh, po bisedoja me atë dhe i thash, Egli thash, ma kalon në të telefonio, thash, s'mund flas se ka njerëz. A kupto? Janë shumë gjona si djalin e kanë kthy 100%, dhe po të marrësh nënën time në telefon tani dhe njerëzit e mirë ti thosh se është e vërtet kjo, është normal se me nëna ime të pak më mirë unë jam fajtor, po çaj ka bërë nëna ime se ka rrit vetë. Blerina ka qenë mbyllur brenda 4 mureve të shtëpisë, megjithatë fjalët Ka pas punu, ka një vjet e gjysmë si pa punu, po punon në një fabrikë putësh. Mirë, fjalët shkonin tek Blerina, apo jo? Po normal. Sepse ju dilni të hapur në publik. Fjalët vetë kanë pastruar prindërit e mi, aq shumë se doshin Blerin, kujtoshin se kishin vajzë. Po. Ndoshta në një pozicion jo të përshtatshëm, i shoqëruar, të ka parë djalin ndonjëherë? Besoj se po. Beson se po. Po. Ka po. Dhe të shmangur, nuk ka dalë ballë për ballë. Po ja, nuk kush më ka dalë ballë për ballë. E vlerëson këtë gjë që ka bërë djali? Edhe kam mërzit, lëndush.
Megjithatë, mund kujton momente të bukura me djalin, përveç këtyre momenteve që ti je problematik me veten tënde dhe me familjen tënde. Deri ditë telefonit minimaturës. Që kam dhe video në Facebook. Ai ka mbaruar klasën e 9 apo jo? Dhe bëri një mbrëmje. Shkolla, e ke dërguar ti. Edhe unë nona jo. Nona ishte kërë prindit e vetë. Kaq më shumë. Ishte i bukur ai moment kur e shoqërove djalin? Çfarë i fet kishte kujdes atë natë në mbrëmje? Jo, ka qenë drek, s'ka qenë mbrëmje në drek. Në drek. Po zhvillohej pra një fest. Në këtë fest kur e dërgove, Munosh ti plotësosh atë shihen, po baba se plotëson vendin e nonës kur në botë. Se nonës e kishte. I dhe një këshillë, mban mend çka këshillë i dhe? Po munosh ti plotësosh çdo dëshirë, po një shi si bie. Çfarë ndjente ai që po shkonte në atë fest? I mërzit ka qenë. Ishte i mërzit. Po. Për shkakun tuaj apo jo? Normal. Mirë, në këtë transmetim të drejt për drejt ndodhin edhe çuditëra. Jemi ndjekur ditën e sotme duke u rrëfyer në këtë studio edhe nga një zonjë e cila quhet Liliana dhe pretendon se është gruaja me të cilën Endri 37 vjeçar ka pasur një lidhje 3-4 vjeçare. Vitin e fundit ato kanë qenë thjesht shok. Ajo është shtatzane në këto momente, por fëmia që pret nuk është i Endrit. E dëgjojmë zonjën në fjalë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Liliana, unë falenderoj sepse duhet guxim kur ajo e jashtëzakonshme për qenë drejt për së drejti në këtë studio. Mund të më thuash pak sa vite ke qenë e lidhur me Endrin? Gati 4 vjet. 4 vite. Ju keni ditur që ai ka qenë i martuar? Po flasim realitetin se gjithë burrat, domethënë kur nisëm fillim nuk më tregoi të vërtetën. Por ma se marrë vesh ishte tepër vonë. Nuk e di nëse kuptoni çfarë do të thonë. Liliana, në momentin që e morë vesh, autoroqe nga lidhja me Endrin? Apo vazhdoi kjo lidhje? U përpoqe të tërhiqesh apo ishte tepër vonë. Me pak fjalë kisha rënë dashuri me te dhe nuk arrita dot më tërhiq me shkut lidhjen. Po. Ndërkohë aktualisht ju jeni të lidhur apo jeni të ndarë? Jo, ne kemi rreth një vit që jemi thjesht shok. Ndoshta mund të flasim nga një herë në telefon. Po unë do të lutesha njerëzve domethënë që nuk se unë jam shtatzan. Jam shtatzan me të fejuarin tim. Dhe me zërat domethënë me çka po bëhesh. Po fajn, po prishim punë edhe mua domethënë me fejumin tim se unë pas një muaj do bëj dhe martesën, do martohem. Edhe po ju lutesha familjes Endrit që mos ta përmendni më këtë gjë sepse fëmia është i imi dhe i fjuar tim, nuk është i Endrit. Liliana, unë e kuptoj situatën në cilën unë jam e gatshme ku të duan familjarët e zotrisë, të Endrit, ose ku të duaj gjykata ose shteti, me shku të shkoj të bëj analizat e ADN-s. Të kuptoj. Ku të zgjedhë familja, domethënë ose shteti. Liliana, ju jeni në dieni, duke qenë se e mbani shoqërinë me Endrin që familja Endrit është shkatruar, bashortja djali ka nikur? Jam në dieni, më vjen shumë keq edhe kërkoj falje familjarisht sepse faji është imi, sepse domethënë lëvizin pak, po unë domethënë kur e mora vesh të tisha të heq, kërkoj falje publikisht, pa atë çka ka ndodhur, dhe do të lutesha bashkëshortes të Endrit të kthehet, sepse ka bërë gabim që ka marrë fëmin, sepse sikur ju thash, ekzistojnë shumë, dhe nuk është hera parë që ai e troston, dhe ekzistojnë shumë gjëra, domethënë para se ti këtë mund kërkojte me bën një ADN ose një diçka, tu sqarojte me atë dhe pastaj mund tikte. Dhe fëmia nuk mund të merret në të mënyrë. Mund të bëjë ndarjen, por jo tikte ashtu të merrte djalin. Kur të rëmbente. Mirë, Liliana, do doja të ndaja diçka, ti kërkove falje bashortes, djalit të Endrit, familjarëve të tij. Edhe familjes. Po, ndërkohë u lute që në këto momente ti ke ndërtuar jetën tënde, mban thjesht marrëdhënie shoqërore me Endrin dhe gjithë kjo histori po të prish punë me partnerin, me babain e fëmijës tënde, apo jo? Mbasi muaj ti martohesh. Kush janë personat që po të prishin jetën tënde? Mund t'i dim? Jo, nuk e thash në të kuptim, dhe me thonë, po, zërat që thua në kuptohet, sepse po thot që unë kam fëmijë me te. Dhe fjuara ime ka marrë vesh këtë gjë dhe mos kujton se unë nuk e kam prish më vani me te, unë kam bërë ADN-n. Kuptoj.
Mirë, kuptoj. Liliana, në këtë studio ndodhet një avokate, ndodhet edhe një psikologe. Ndoshta të dyja kanë pyetje për drejtuar në këto momente, ti ishe mjaft e qartë, erdhe me ndjesën tënde, deklaron publikisht që fëmia nuk i përket Endrit, kërkove edhe falje publike, ndërkohë zonja, po. Jo, thjesht, Liliana do t'i thosha që kjo histori të mbyllet me Endrin, po që jetë nevoja, do më thonë, të mos ketë fare kontakt, në mënyrë që të rifitoj paqen, bashkëshortja e Endrit, djali mbi të gjitha, i cili është vetëm 15 vjeç, edhe ndoshta, do më thonë, i ka taku gjëja më e vështirë në këtë jetë, të shikoj familjen e vetë, dy prindrit e vetë, një konflikt dhe një femër që futet në atë mes. Fani si unë depresja, më gatë të bëjt të gjë, sepse... Jo, s'ka nevojë... Po pojmë në vetë dhe kuptoj të më thonë se çfarë do më thonë, ja më gatë për të dhe gjëje. Liliana, e thej që, do më thënë, vonë e more vesh që cili ishte statusi civil i Endrit, unë uroj që ti kjo t'jetë bërë një mësim i madh, që duhet të njohësh një person kur hyn në i lidhje, dhe të uroj që ta kesh familjen e re që po krijon, ta kesh në baza solide, me rregulla, si thuash, të respektit reciprok, të dashurisë, të respektit për partnerin që ke, bashkëshortin që ke zgjedhur dhe të rritësh fëmijë pa këto konflikte me të cilat është ndeshur djali i Endrit. Uroj që të kesh një mendje të bukur. Faleminderit për këshillën dhe e marr përpara këtë gjë. Edhe kam kuptuar gabimin që kam bërë. Po, Liliana, të lutem mos u largo nga linja telefonike, ndërkohë Aurel. Në fakt unë do ta përgëzoja Lilianën faktikisht për guximin që ka marrë edhe në linjë telefonike të na japi opinionin e saj, por qoftë edhe ta suportoj në këto momente të vështira Endrin. Nuk do t'isha shumë fort gjykuse, të them të drejtën, sepse edhe Liliana, pavarësisht gjithçkaje, mund të jetë një viktime e kësaj historie, duke na deklaruar pak më parë se nuk ishte në djeni të gjendjes civile të Endrit. Por me gjitha të do t'ishte e këshillueshme nga ana ime, sigurisht shkëputja e kontakteve, pasi unë nuk do t'a perceptoja dot që dy individ të cilët kanë qenë në një marrëdhënie intime më pas të mbeten shok. Kjo gjithsesi do t'indikoj, dhe duke qenë se sot kemi Endrin prezent i cili shprehet i indinjuar në raport me situatën e vetë, por edhe i penduar gjithashtu për veprimet që ka ndërmarrë, t'i krijojmë atij mundësinë që të vlerësoj objektivisht situatën në të cilën ndodhet, por pse jo të mundohesh të rifitosh edhe një herë familjen tënde, Endri, sepse unë jam pro një familje dhe një bërthame të plotë dhe të shëndetshme familjare. Dhe pikërisht për të gjë do doja ta falenderoja Liliana. Dëshmia që ti dhe drejt për së drejti dhe falja që kërkove në publik ndaj Blerinës dhe familjes së Endrit, uroj gjithë të mirat, shpresoj ta vlerësosh dhe këshillën e avokates, ashtu siç the ta marrësh parasysh. E kam marrë përpas dhe kam kuptuar. Faleminderit shumë. Faleminderit Liliana që ishe në transmetim të drejt për drejt me ne. Pra Endri në një farë mënyre kishte mos përputhje të dëshmisë tënde me atë të Lilianës, por edhe për shkak të shtatzanisë së saj nuk do donim ta sillim tu si para gjyqit dhe t'i kërkonim llogari tashmë se çfarë ka bërë, mjafton që ajo të ketë mësuar nga gabimet, sepse edhe deklaroi dhe kërkoi falje publike, shpresoj të mos jetë sforcuar, të jetë futur nga ana jote që Liliana ditën e sotme të jetë dhe ta bënte këtë telefonat. Po do bini edhe këtu në publik. Jo, nuk ka problem, nuk ka problem. Unë e vlerësoj këtë gjë, dakord, por ajo tha që fillimisht unë nuk e dija që Endri ishte martuar. Para kur jemi një fillimisht ja. Si çdo mashkull, si munohet gabimet, po praresh do gabim? Jo. Ti tashmë je dorëzuar, ke ngritur duart lart dhe po pret. Unë jam dorëzuar si ti di që çdo gabim ka pasojë, ha? Dhe një nga pasojat më të rënda është largimi i Blerinës. Mendon se po bëhen të gjitha përpjekjet nga stafi, këtë dua ta them, gazetarja është në përpjekje të vazhdueshme, jemi lidhur në fakt kemi rënë në gjurmët e Kunatit, i cili nuk na e hap numrin e tij të telefonit. Do kalojmë tek ato mund të më hapin djalin, jo të hapin. Po mirë, ne mund t'i dërgojmë edhe mesazhe. Është kod. Nuk dihet deri në fund se si do përfundojë. Ato fjala fune që i kam thonë, nënës time në telefon i ka thonë, me fjalë vllai nusës, siç po luftoni ju të merrni fëmijën, kështu do luftojmë dhe ne. Ato duan luftë tani. Unë për luftë s'kam frikë njëri. Për fëmijën tim, se është gjaku im. Edhe motra ti s'ka me fëmijën në shtëpi time. Unë po i bëj thirrje, po pranoj çdo gabim për ta marrë normalisht për të kthyr fëmijën, siç është për ta kthyer. A kupton? Po ti puna me veprim që duhet bën ato,
Ashtu do veproj. Endri, e di që do shkoni përballë një institucioni që quhet gjykatë, dhe djali do pyetet së 15 vjeç, dhe djali do të jetojë me nënën. Edhe djalin e kanë bindë ata që thonë që o babi do shikoj jetën time, çfarë jetë? Pse unë kam shtëpi të maj gjithë fshatin e Blerinës. Jo të ma çojnë djalin në kamp mu, se djali nuk është jetimorës. Unë djalin se kam gjetë në rrugë, kam po vetë. Pra ti e di që ato janë sistemuar në një kamp atje? Ato du të çojnë fëmin në kamp. Këto si që po e di shumë mirë, se ma ka thonë djali, ma ka thonë dhe njerëz tjerë. Edhe dajnë, i vlajnë në nëstime, le të shkoj djalin në kamp. Po pse? Unë sa kam bo djalin për ta çuar në kamp. Po s'është kam për qëndrimi. Ashtu, ne kemi nevojë të largohemi, se ashtu azili kemi edhe në fshatin Fushkoj, Nur Gjogjës. Si banë të jetimat. Jo, ma, e ka shku për një jetë më të mirë. Ndoshta ka gjithë, shiko, ndoshta, Endrim. Jeta më e mirë është afër prindërve dhe jo larg prindërve, ti jetosh me çdo lloj race. Me mentalitetin tim. Duhet ta themi, Endri ka të drejtë, sepse ka një të drejtë vendimarrje padyshim në jetën dhe mirëqenien e fëmijës së vet. Sigurisht këta janë të dy përgjegjës për një fëmijë që kanë sjellë në jetë. Fëmia deri diku është në një moshë të maturuar, i kupton të gjitha gabimet që ju keni bërë. Të thirrë dhe duke u lutur djalin, nonës vet edhe njerëzve të vet, që të vit jetoj në të njëjtin qytet, në shtëpi tjetër. Po. Që mos t'i prishin punë djalë, që mos ngeli as pa nonës pa bab, prapa s'te gjë s'ma kanë pranuar. Duke kërku falje. O Indri, kur bëre gabimet e tua, e mendove ndonjëherë djalin? Se ke menduar as një moment vetëm? Unë e di tani djalin e kam menu, po thash gabimet unë i kam bërë dhe i pranoj vetë. Po, tani pse do të vuj fëmia, 30 fëmia o pa bab o pa nonë. Po mirë, Blerina ndoshta ka menduar që të jetojë për një jetë më të mirë në Francë. Dhe djali duhet të rri me nënën. Po pra, dhe djali duhet të rri me nënën. Mund ta marrë vendimin gjykata, do kthehej Blerina, do bëj divorcin. Gjykata mund të jap vendimin, po jo me marr djalin. Djali pa mush 18 s'ka as lloj gjykate që jep vendimin. Djali mund të jetojë me nënën. Jo, djali do pyetet në gjykatë dhe djali ndoshta shprehet që dua të rri me nënën. Ti ose mu, na mohë fëmin, mos shoh fëmin tim unë. Jo. Unë ndoshta s'kam drejt të shkoj jashtë. Unë tani, unë po të kisha drejt, unë me ekspulsë nga Gregu. Unë po të kisha drejt të kalosh jashtë, të kisha ik qysh tjetën ditë. Ato kanë gjetë favor që s'kam drejt të kaloj jashtë. Mirë, Blerina është larguar në një moment acarimi e sipër, sepse nuk e ka pasur as pak të lehtë, ndoshta ajo mund të ketë shkuar dhe për pushime dhe ti nuk e di këtë gjë. Po nuk ka, unë e di njoh, thash, më mirë njoh Blerinën se vetëm. Gjithsesi është në shkelje. Është në shkelje gjithsesi e vit, edhe me pushime. Në shkelje, duhet gjejmë një kompromis. Duhet pranuar, djali është 15 vjeç. Duhet pranuar dhe le të merret vendim nga gjykata. Dhe në qoftë se Blerina do të zgjedhë të jetojë në Francë, sigurisht do të gjenden alternativat, edhe sikur t'i lejohet që fëmijën ta mbajë Blerina, do të gjenden alternativat që minimalisht një herë në javë ose një herë në 2 javë babai ta takojë fëmijën, ose duhet që ta nis Blerina fëmijën drejt Shqipërisë, ose do shkojë i ati në vlerësim të situatës jashtë. Po. Megjithatë do të vlerësohen kushtet nga gjykata, sepse shpeshherë nëpër rastet e divorceve vlerësohen të dyja kushtet, se kush i ka kushtet më të mira për të arritur fëmijën. Sigurisht pyetet edhe fëmia sepse është moshë madhore dhe do të merret një vendim objektiv absolutisht në shkelje të drejtave dhe të mohohen të drejtat të dy individëve, dy bashkëshortëve. Ka dyshime se mbi djalin po manipulohet prezenca e tij dhe aftësia e tij si baba. Ne nuk mund të pohojmë dot asnjë gjë e vis në këtë rast, unë sigurisht e vlerësoj. Që djali është i shtyrë. Marr shkas vetëm nga komunikimet e fundit të Endrit. Në atë moment nuk kisha ose nuk e kisha menjen të regjistroj telefonatat. Se kam fakte, duke i thonë tezja e Blerinës, djalit tim që thuj babit të harroj. Po, e the në fakt, po. Në mënyrë më absolutet mundshme, gjitha ndikimet e jashtme që i bëhen fëmijës, konsiderohen të gabuara absolutisht. Kam dhe telefonat në orën 12 e i qerek natës. Unë e kam marrë tezën e Blerinës në atë moment, si kam dëgjuar gjë, e kam marrë, e kam ofendu, i kam thonë, ma kupton, nga nervat e sipër. Megjithatë, Endri, në orën 12:00 më ka marrë i vllai Blerinën, ka thonë se do të zhduk nga jeta për fëmin tim. Megjithatë kemi një konflikt të acaruar, se sa po ka ndodhë konflikti, kemi një Endri i cili është dorëzuar përballë gjithë gabimeve të tij, kemi palën tjetër e cila brenda të gjithë të drejtave është e ofenduar, megjithatë molla e sherrit është djali 15 vjeçar. Djali 15 vjeçar në këto situata të vështira që nuk di a ta fali babain për gabimet dhe a t'i gjendet për krah nënës e cila në këto momente po shfrytëzon mundësitë për të ringritur jetën e saj, djali gjendet në një udhkryq. Se çfarë
do vendosi gjykata, duhet bërë një analizë shumë e detajuar e këtij rasti se kemi të bëjmë vetëm me një djalë 15 vjeçar. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi një herë në studio. Miqtë mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu siç e shikoni dhe nga plani i madh i regjisë, shpeshherë hapësirat publicitare rikthehen në këtë studio për të ndryshuar ndoshta mendimet dhe për të rrëfyer ndoshta detajet të gjithë historisë që nuk mbrin tek teleshikuesi. Megjithatë, transparencën e Endrit ditën e sotme, pranimi i gabimit, jo vetëm përballë bashkëshortes së djalit, por edhe përballë një opinioni publik që besoj Endri ka marrë parasysh tashmë edhe të gjitha komentet negative që vijnë drejt për së drejti në faqen tonë Facebook-ut, emisioni me zemër të hapur aty ku po gjykohet tashmë Endri për jetën e tij, besoj se e ke marrë parasysh që teleshikuesit dhe opinioni, edhe pse nuk të njohin kështu publikisht, por ato që të njohin, apo edhe thjesht si personazh, kur unë përmend vazhdimisht Endrin dhe nuk them zonën nga ti vjen, por ti vetë ke zbuluar dhe publiku dhe teleshikuesi është i vëmendshëm, besoj ke marrë parasysh edhe atë çfarë më ndodhi mbas ndaljes nga ky transmetim apo jo. Gjithë opinionin nuk e ke problem. Asnjë lloj gjë. Do doja përpara se të japim fjalën në këtë situatë nxehtë si duhet sillet e gjithë familja, se më duket se është kthyer në një arenë lufte të vërtetë, dua ndaloj tek Aurela. Mund të më shpjegosh dhe mund të më zbërthesh pak karakterin e këtij djali? Ajo çfarë po na vendos sot në një situatë shumë të vështirë të vlerësimit është totalisht gjithë qartësia dhe të flasësh pa dorash, të thuash gjithë të vërtetën dhe të pranosh gjithë gabimet, me një qytetari kaq të madhe nga ana e Endrit, po na vendos në një vend shumë vështirë për të vlerësuar situatën, sepse jemi njerëz në fundit edhe sikurse është dhe emisioni me zemër të hapur, dhe ne kemi një zemër, dhe ne ndjejmë problemin e Endrit, dhe për më tepër ndoshta edhe unë që kam një profesion edhe më pak human, kam një ndjenjë empatie ndaj situatës e Endrit, jam futur në botën e problemeve të tij, dhe kjo po më vështirëson kauzën e vlerësimit. Megjithatë është për t'u admiruar një individ. Nuk do Aurela je dorëzuar përballë sinqeritetit. Jo, unë mendoj se Endri ka bërë autokritik deri në këtë moment e vetes. Një person i cili pranon të gjitha gabimet, dhe që thot jam gati të marr çdo ndëshkim që do të më vijë në raport me gabimet që kam bërë, por vetëm të shikoj fëmijën e tij, dhe kjo është e drejta më themelore e Endrit në këto momente, të takoj fëmijën e tij dhe të ketë të drejta mbi atë, të ketë të drejtën ta shikoj dhe të ndikoj mbi mirëqenien e fëmijës së vet. Nuk e kam kuptuar ende rolin e Endrit si baba, por pikërisht këtë do të thoja, ende nuk më ka krijuar një profil të babait të vet. Unë e kuptoj dashurinë që ju keni për fëmijën tuaj, por në gjithë historinë ne jemi fokusuar dhe kemi dëgjuar marrëdhënien tuaj në raport me bashkëshorten dhe marrëdhënien jashtë martesës që kanë ndikuar në këtë histori. Nuk i di komunikimet e tua të fundit me djalin dhe se çfarë keni kuptuar nga ai, cili ka qenë mesazhi që ju ka dhënë, nëse keni marrë një feedback nga djali juaj për të kuptuar qëndrimin që ai ka ndaj jush, sepse dhe kjo do ta ndihmojë vërtet shumë në zgjidhjen e rastit. Mesazhi i fundit që ka marrë nga djali dhe telefonata e fundit më ka mbyll telefonin dhe më ka thonë mua dhe nënës time që nëse bë denoncim ndaj Blerinës dhe njerëzve të Blerinës, mu të më harrosh. Se djali, ato fjalë kur në botë si ka ditas. Mendon se është indikuar nga situatat e tjera. Dhe djali mund ta ketë pasur frikë deri në momentin që ka pikërisht. Nga ky moment, unë se kam përmajt vetën më. Thash, mu ka dritë dora atje kur kam firmos. Dhe për Blerinën dhe për gjithë ka të bëjt denoncim, se nuk du. Vetëm një sekondë për para ka qenë denoncime. I di vujtjet se çdo të thënë pasojat e ligjin e njoh shumë mirë. Do doja ta diash edhe pak më të detajuar marrëdhënie që ke pasur me djalin në këto vite. Si ka qenë marrëdhënia juaj dhe se sa të afërt keni qenë përpos problemeve që keni pasur? Si çdo shqiptar kam lëviz. Jo në Greqi, në Shqipëri, djali. Sa vite ke jetuar larg? Kam jetuar 6 vjet me gjithë djalin nusën në Greqi. 6 vjet? Po. Me familjen, pa familjen? Pa familjen. Pa familje, kam jetu shumë me kohë, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj. Kjo ka ndodhur pikërisht në vitet kur djali ka qenë moshmadore apo në kohën? Unë jam qysh 91 kurbet. Gjithkohën. Sigurisht, largimet ndikojnë, nuk më absolutet mundshme, por prapa, ajo çfarë ka ndikuar më shumë, ka qenë prezenca juaj deri në këto momente. Me që u fokusuam ke djali, Endri të bëj një pyetje. Në shkollë kush interesoi për djalin? Me mësimet e djalit kush merrej? Më shumë nëna vet. Nëna e vet. Ti shkoje në shkollë? Nëna dhe nëna ime. Ti shkoje në shkollë, nuk ka rëndësi nëna jote. Nëna jote është individ ndryshe nga ty. Në qoftë se unë të pyes kush janë dëshirat dhe pasionet e djalit tënd, më thua dot në këto momente? Ju dilni si shok, luanit bashkë, frekuentoshit bashkë, pini kafe bashkë? Dëshirat e djalit tim. Pëlqejnë makinat,
Po? Shumë. Po? Flisnit, hape me ty për një problem të vetin? Ja ke zgjidhur në një hallë në një problem që ka pasur? Sa e më ka kërkuar gjë po? Normalisht, si çdo prej. Dhe kur s'ka pas mundësi, jam detyruar ta zgjidh mënyrat. Në 24 orëshin tënd, sa kohë shpenzoi, sa orë shpenzoi me djalin ti? Mund të kishte edhe një javë që s'mund ta takoja fare, se mund të isha largu. Mund të kishte një javë që mund të rija me te. Kjo është realiteti im. Në atë një javë që rije me djalin, rije 24 orë në 24, pa u ndarë nga djalin? Unë tani një izolu mrejnë, nuk mund se s'rija si moshkull mrejnë izolu, po rija, sa kisha kohë, se do diqa... Dreka, darka, me djalin, me nënën... Me nënën më shumë ka morë dreka, darka, me djalin e ka morë më shumë. Tek. Si dy burrat e shtëpis. Po Blerina ku ishte? Po Blerina në punë, si gjithë gratë, se ne kina... Ne hece më shumë me katunit. Ti e një shoqërinë e djalit, djali e një shoqërinë tënde? Po, edhe akoma dhe mëron kanë qenë shokët e djalin në shtëpi. Kuptova. Ndërkohë, Aurela... Situata është fare i qartë, po, shumë komplekse, është kaq transparent, por prapë nuk mund të krijoj dot asnjë profil të saktësuar. Duhet të dëgjoj shumë dhe do të isha jo profesionist nëse do të flisja dhe do të bëja një këshill për Endrin. Çfarë duhet të ketë parasysh në raport me djalin për të fituar djalin? Endri do të ketë parasysh për të fituar raportin, flasë, jo djalin si. Në një situatë të tillë ku është Endri, i mungojnë komunikimet dhe gjëja më kryesore që të fitoj marrëdhënien me djalin është komunikimi. Ky emisioni do t'i lutesh apo do t'i prish punë Endrit? Dalja në emision. Është komplekse situata. Është komplekse. Nuk e vlerësoj dot. Në qoftë se personat e familjes bashkëshortes së Endrit do të kenë pak humanitet dhe do ta ndjejnë sadopak se çdo të thotë mungesa e fëmijës në gjirin e tyre, do t'i lutesh atë, do t'i bëja thirrje, mos të pengonin komunikimin me djalin në këtë moment, midis djalit dhe Endrit, sepse është shumë i rëndësishëm. Le ta krijojnë këta marrëdhënien e tyre, të mos ndikohet djali nga situata dhe nga komunikimet e të tjerëve, sepse askush nuk mund ta saktësoj dhe nuk mund ta përcaktoj dashurinë që ka babai për djalin dhe nëna për djalin. Le ta marrë vendimin ai objektiv pa u ndikuar nga situata. Ndërkohë, në qoftë se do t'jepej hapësira e komunikimit, thirrja ime do të ishte të tregoheshe po transparent kundrejt djalit dhe t'ia qartësoje të gjitha gjërat dhe ta lije të vendoste i qetë dhe me objektivitet dëshirën e tij në raport me ju, nëse dëshiron t'ju takoj apo jo. Faleminderit Aurela, kjo ishte komenti më i saktë që mund të bëje në këtë situatë shumë të koklavitur, që besoj është e koklavitur jo vetëm emocionalisht dhe në fushën tënde psikologjike të ndjenjave, por njëkohësisht dhe të ligjore. Pak e vështirë situata. Avokate ti ke mbritur në këtë studio nga një seancë po kaq e vështirë sa seanca e Luan Hasës ditën e dieshme në gjykatën e Tiranës. Në një situatë po kaq të vështirë ndodhemi edhe sot. Çfarë këshillash mund të japim Endrit? Si mund të qetësohet situata ligjore në këtë moment? E kisha haruar pak, më kujtove, me vërtet vjen situata sa ndonjëherë na duket pak çudi. Domethënë vajza që nuk i thoshin dot babi, po i thoshin ky. Ky po. Domethënë sa e vurin pozitë dhe gjyqtarin që kush është ky? Domethënë për ke fjalën për atë që ka ardhur nga luizmi, ky që rinte atje ke porta, apo jo e kanë fjalën pikërisht për këtë. Domethënë dhe përsëri se përmendte dot babi duke drejtuar vetëm dorën ndaj babait vet që ishte në të njëjtën salë gjyqi. Ç'do thotë? Arrin ndonjëherë situatat konfliktuale tepër të acaruara, saqë është shumë e vështirë. Në momentin që vjen situata, ashtu siç ndodhet tani Endrit, me vërtet është një dilemë të madhe, kërka shumë pikpyetje, kërkon rrugë zgjidhje dhe ardhja në emisionin me zemër të hapur është pikërisht që të mundet që të jetë një thirrje pak më publike, jo pak, por shumë publike, edhe ndaj Blerinës, edhe ndaj djalit. Të kuptoj shumë mirë dhe ndoshta je rasti që një burr merr guximin publikisht pranon që unë jam fajtor përpara gruas time, sepse për vite të tëra e kam shqetësuar, e kam tradhtuar, pastaj nuk kam dashur ta dëgjoj zërin e saj, se jam shumë e bindur që Blerina ka kundërshtuar sjelljen tuaj. Jam e bindur që ka qarë pafund. Ajo ka lutur që ju të ndronit sjellje ndaj asaj dhe ndaj djalit e tjerë. Ajo është lutur për të krijuar një gjendje paqe në familje, sepse dhe fëmia që 1 vjeç, 2 vjeç e ndjen gjendje shpirtërore të nënës, e ndjen situatën në familje dhe ai fëmijë do ti, ai krijon ka probleme në vetën e vet. Kur vjen mosha e adoleshencës, kur vjen një moshë edhe 20, 30, 40, ajo fëmiria e tij me probleme psikologjike ka ndikimin e vet dhe është shumë e vështirë për t'i korrigjuar. Ju prandaj sot ndjeni shumë fajtor
ndaj Blerinës ndjeni fajtor, po më shumë ndaj krijesës që keni sjellë në jetë, ndaj djalit tuaj. Tani unë duhet kaloj një problem atë që është ligjor, një të mënyrës së kalimit të djalit tuaj, dhe e dyta pasaj dhe çështja e divorcit që ka të bëjë me një vendim gjykate që rregullon marrëdhënie juridike, marrëdhënie normale, njerëzore midis babait dhe djalit në kushtet e një divorci. Për ta ditur dhe të tjerë shikues, Endri ka depozituar një kallëzim penal, sepse në bazë të një akti notarial që të falsifikuar, që nuk e kanë shkruar Endri, ashtu si thot në kallëzimin që ka bërë pranë prokurorisë së Rretit Gjyqësor, është bërë një akt notarial, sikur Endri është dakord që të kalojë djali i tij kufirin bashkë me të jëmën. Ndërkohë që ai ka deklaruar në përgjegjësinë e vet ligjore, Endri, që nuk ka firmosur një akt të tillë notarial. Endri ka marrë guximin dhe ka shkruar dhe emrin e noterit, i cili është këtu në këtë kallëzim penal që Endri ka bërë, edhe është detyra e prokurorisë, jemi në vitin 2017, që ta verifikoj, ta hetoj dhe si mundet të guxoj një noter të bëj një akt notarial të falsifikuar në vitin 2017, kur çdo ditë flitet në media, shteti, dhe nuk them shtet partishë, po themi shtet ligjor, shteti insiston që këto janë vepra penale të dënueshme nga kushdo që përdor një akt të falsifikuar, dhe Blerina dhe ajo përgjigjet për këta, por që t'i bëj vetë noteri që është, si thuash, i një institucioni ligjor që ka shteti në dispozicion të rregullimit juridik të marrëdhënieve midis njerëzve, kjo është skandaloze. Ajo është, më fal, apo të Po? Ajo është komplet gabimi, se ata se kanë bërë mend dhënave të mia edhe një komplet. Edhe të dhënat e Endrit janë gabim. Po, pra, që do thotë është bërë një akt notarial. As një komplet gabim. Si mund të guxon një noter që ta bëj sot, në korrik të 2017-ës një akt notarial. E keni depozituar, ma mërmondja që prokuroria Rretit Gjyqësor është e përgjeshme për t'i dhënë, si thuash, penalitetin e dur atyre noterve që guxojnë dhe e bëjnë një veprim të tillë. Atë letër që ti ka dhe prokuroria, e kam dështu dje. Po, e kam këtu këtë gjë. Tani kaloj në problemin tjetër që është po aq i rëndësishëm. Ndodhim në një situatë që natyrisht që në një kuptim e justifikoj Blerinën, po dhe nuk e justifikoj. Sepse ka mjete ligjore që mund ta zgjidhur këtë problem, mund ta kishte zgjidhur në Shqipëri, në kuptimi që shkon në gjykatë, dhe kështu duhet të mësojnë njerëzit, bëj një zgjidhje martese, bëj kërkesë padin, bëj zgjidhjen e martesës, ka një akt psikologjik që bëjnë ekspertë psikologë në gjykatë, që shikojnë dhe situatën e djalit, këtë djalë që kanë këto dy bashkëshort, dhe vendosin se me këtë do rri djali, dhe sa ditë në javë do të takojë secili, domethënë bashkëshorti që nuk është ati ku jeton djali. Dhe kjo gjë rregullohet në mënyrë juridike, pa që nevoja që të zgjidhen forma arbitrare, të cilat ndoshta rëndojnë pozitën e vet djalit dhe pozitën e Endrit, sepse nuk ka mundësi Endri faktikisht që të shkojë të atakojë atje, sepse për shpirt do niste menjëherë që të shkonte të atakonte. Edhe së treti në këto kushte. Përsëri unë rekomandoj që qoftë Blerina ose Endri pasi të kontaktojnë dhe njëherë që të mendojnë nëse ka, si thuash, një rivendosje e lidhjes, nëse mund të jenë bashkë, që ose mbledhin mendin që s'mund të jenë më bashkë, të bëjë zgjidhjen e martesës, të vendoset të merret një vendim gjykate, që është i detyrueshëm të zbatohet dhe nga Blerina edhe nga ju. Dhe pastaj nuk është një çështje dëshire kjo gjë, po shkon në zyrën e përmbarimit, e dorëzon atë vendim gjykate, atë urdhër ekzekutiv që del nga një vendim i gjykatës i formës së prerë, dhe është përmbarimi pastaj që ekzekuton këtë vendim dhe krijon të gjitha mundësitë, rrethanat që të jetë i realizueshëm, i zbatueshëm pikërisht ky vendim i gjykatës. Kështu që pa sforcuar, natyrisht duke reflektuar gjatë, po me shumë qetësi, jo duke përgjigjur një arbitrariteti, një dhune nga pala tjetër, si shenjë revolte, ju të përgjigjeni përsëri me akte dhune, sepse mundet që ju të paguani për këtë gjë. Kështu që njerëz të qytetëruar gjejnë një gjumë mirë kuptimi. Natyrisht ligji e ka brenda këtë mirë kuptim,
Kështu që një zgjidhje martese, mbasi ju të keni konkluduar të dy bashkë, do të rregulloj shumë mirë marrëdhënien juridike dhe raportin tuaj edhe me djalin tuaj. Duhet ta keni këtë besim sepse ne çdo ditë flasim për përmirësim, domethënë të funksionit të gjykatave shqiptare. Ai kallëzimi që është bërë vetëm përpara 24 orëve, është kallëzuar noterja e cila ka pranuar të bëjë një deklaratë notariale jo të saktë juridikisht, të falsifikuar, ndërkohë edhe vetë Blerina. Kush janë penalitetet për të, edhe kush tjetër? Po, edhe ato shtetit që kanë në emrin tim, se edhe shteti, po t'i bite emrin tim doganjeri, do dilëshin dhënat e mjetë saktë. Pra edhe punojësit e doganës, kalimit kufitar. Shumë mirë, Endri, faleminderit që na i risoll edhe këtë fakt tjetër, sepse në çdo lloj kufiri shqiptar, në asnjë mënyrë nuk kalojnë fëmijët 9-18 vjeç pa patur një deklaratë notariale nga prindi. Këto kanë abuzuar duke përdorur të penalitetet e gjithë secilit, noterja, Blerina dhe doganjero, të lutem, penalitetet janë që nga gjobat, heqja e licencës për të punuar si noter deri dhe në burka. Janë dokumente janë raste skandaloze, është një kundravajtje. Marrjes përsipër të fëmijës, sigurisht në raste të tilla kur i mohohet figura prindërore, anasjellta, babai ose nona, sigurisht ka masa që e ndërshkojnë, sepse nuk je e gatshme të prindërosh siç duhet. Marrja në mënyrë të padrejtë apo rrëmbim fëmijë, kush është termi sakt që mund të specifikonim në këtë moment? Në këtë rast ajo ka marrë, ka fëmijën e vet. Nuk e një minutë. Nuk fëmija ka me dëshirën e vet, po ajo s'do ta merrte ta largohet aq larg. Unë e pranoj me këtë gjë. Okej, kuptuam. Domethënë nuk është një fëmijë rrëmbyer, se është fëmia e vet. Domethënë këto shkelje që janë bërë me trajtuar dhe ju keni quajtur rrëmbim fëmijë, prandaj po them. Jo, janë raste domethënë të tjera. Kur kanë moshë më të vogël se sa është i pavetëdijshëm, kuptoj. Është një fëmijë në moshën domethënë 15 vjeç, mbas edhe në gjykat kur kalon në mosha 12 vjeç në rast të zgjidhjes martesës, domethënë i merret mendimi, 14 vjeç ai shpreh dëshirën e vet që me këtë do të rrijë e tjerë, do të është një situatë tjetër kjo. Po, ka qenë situatë tjetër ajo që kemi diskutuar në këtë studio. Ju falenderoj të dyave për prezencën, për orientimin sa më të saktë të Endrit vet. Endri, mund të më thuash çfarë do të bënte të rrihesh nga denoncimi i kryer? Unë i kërkoj Blerinës pikëparë dhe familjes së saj, më kthejnë fëmin, mos të më përgjigjen, mos të më provokojnë, se mu durimi më ka sos. Edhe nuk di, ndoshta mund të jem si çdo lloj prindi mund të veproj për fëmijën e vet, si ju kam lutur çdo lloj forme, i kam bërë thirrje edhe njerëzve të mi, dajës tim edhe çunave të dajës, që kanë gocë Blerinën, që më ktheni fëmijën, jo nuk ka listë, fëmijën do e majmë ne, se fëmija do kështu. Të kuptoj. Po i bëj thirrje të më kthej fëmijën kaq. Thirrja për ata kaloi djalit, çfarë do t'i thojë? Me një llafet vetme. Me një fjalë të vetme çfarë do t'i thojë djalit? Djalit? Po. Siç ja kam thënë dhe shkresën e funit në Facebook, që mos hidh poshtë zgjakun dhe babën tat. Për njerëz si... Do t'i lësh kohë për të reflektuar djalit, se ndoshta do të pa kohë. Koha shëron plak, thot populli. Djali sa kohë të zjas, djali aq më shumë ftofet. Okej. Unë s'kam çelej komo, se hegri kur thonë do rrafin kur t'jeti nxehtë, kur si stofet. Megjithatë, ne i kemi çuar mesazhe kunatit tuaj, tezës së Blerinës, të dy nuk janë përgjigjur telefonatave tona, ftesave tona. Ashtu s'm përgjigjen dhe mua, se prandaj kam dashur si fakt tek këto. Megjithatë, do të më japësh fjalën Endri që nëse dikush nga familja e Blerinës në emër të saj vjen në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ti duhet të jesh përballë. Duhet të jesh përballë siç ke qenë ditën e sotme dhe duhet falenderoj se ka qenë guximi i jashtëzakonshëm të vishet pranosh gabimet e tua në publik, përtej rrezikut që ka ky transmetimi drejt për drejt. Miq, ju falenderoj për vëmendjen që na kushtua ditën e sotme. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni Me Zemër të Hapur. Në këtë faqe Facebooku bëni denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit ton. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur live drejt për së drejti në televizionin News 24 në këtë fashë orari na gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Njëkohësisht edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web, gazeta shqiptare online. Bashkë takojmë nesër në mesditë, deri atëherë mbasditë të këndshme.